Hülya Darçan është një nga aktoret më të njohura turke, e lindur më 27 prill të vitit 1951 në Izmir, Turqi. Aktoria vjen nga një familje me origjinë shqiptare, siç përmendet në disa burime. Kreu shkollën e mesme në Izmir dhe më pas nuk vijoi studimet universitare. Në moshën 16 vjeçare, ajo mori pjesë në konkursin për vajzën më të bukur për kopertinën e revistës Ses. Kjo ishte një intervistë shumë e njohur në Turqi gjatë viteve 60-70 dhe ky konkurs u jepte mundësi vajzave të reja të bëheshin aktore në kineman turke. Hülya ishte vetëm 16 vjeçe kur mori pjesë dhe fitoi vendin e tretë, gjë që i hapi dyert për të hyrë në botën e filmit. Hülya u rrit në një familje me 5 antar, prindrit dhe 3 motrat, në lagjen Getik Pasha, ku ata jetonin në kushte modeste. Në këtë familje u fol për vlerat e edukimit dhe disa burime përmendin se ajo mori pjesë edhe në kurse arti, duke treguar interes për teatër që në moshë të re. Ajo kujtohet si fëmia që e donte lojën dhe historitë, ndërsa motrat shpesh bashkëluanin me të në fantazitë e saj. Familja i jepte shumë vlerë mbështetjes reciproke dhe unitetit. Prindrit edukonin fëmijët ta ndihmonin njëri tjetrin dhe të dilnin përpara si një bashkësi. Ashtu si çdo motër e madhe, ajo merrte përgjegjësi për motrat më të vogla, qoftë duke ndihmuar në shtëpi, qoftë duke u kujdesur për ta në lojë. Familja e saj ishte e njohur dhe e respektuar në lagjen e tyre. Babai i saj, Xhambaz Osman, ishte tregimtar tradicional me humor dhe fantazi dhe i transmetonte këto tek fëmijët e tij. Mamaja e saj kujdesej për fëmijët dhe edukonte me dashuri dhe disiplinë. Në një intervistë, aktoria tha për babain e saj: "Babai im ishte shumë demokrat. Më thoshte: të besoj, e di që nuk do të bësh gjë të gabuar, ti vendos." Dhe gjithmonë ishte krenar për atë që bëja. Pas pjesëmarrjes në konkursin e njohur, ku fitoi vendin e tretë, ajo ra në sy të producentëve të Hollywoodit turk. Në të njëjtin vit, ju ofrua roli në filmin e saj të parë, që quhej Ata vdiqën me armët në duar. Viti 1967. Partner në film ishin aktorë të mëdhenj të kohës si Fikret Hakan dhe Ekrem Bora. Roli i saj ishte ai i një vajze të re në një dramë klasike, ku ajo tregoi një ndjeshmëri dhe prezencë që mahniti publikun dhe regjisorët. Edhe pse pa përvojë, ajo u vlerësua për natyrshmërinë, pamjen delikate dhe aftësinë për të shprehur emocione të forta pa fjalë të tepërta. Kritika e priti mirë daljen e saj të parë dhe shumë kush parashikoi se ajo do të bëhej një nga fytyrat më të dashura të kinemas turke, gjë që ndodhi vërtet. Që nga ky vit, aktoria luajti në më shumë se 70 filma deri në ditën e sotme. Në më shumë se 20 seriale, duke përfshirë seritë e famshme historike dhe dramatike. Në vitin 2010, një prej roleve të njohura të Hülya Darçan ishte në serialin turk Rruga e Galaksisë, ku ajo luajti rolin e Feride. Feride ishte një grua me karakter të fortë dhe më shumë sfida në jetën e saj, që kalonte përmes konflikteve familjare dhe vështirësive sociale, duke treguar dimensione të thella emocionale. Ky rol e rikthente Hylyan në ekranin televiziv me një portret të pjekur dhe të fuqishëm, duke treguar aftësitë e saj të mëdha si aktore. Në vitin 2012, aktoria luajti në rolin e Melike në serialin turk të titulluar Dila Hanim, një dramë familjare dhe romantike. Melike është një grua me karakter të fortë, pjesë e një familjeje tradicionale, e përfshirë në ngjarje dramatike që rrotullohen rreth dashurisë, konfliktit dhe ndërlidhjes familjare në serial. Ky rol tregoi përvojën e gjatë të aktores në interpretimin e personazheve me thellësi emocionale dhe pozicionet komplekse familjare. Seriali Ertugrul është një nga projektet më të famshme dhe me ndikim të madh ku ka luajtur Hülya Darçan. Seriali u transmetua që nga viti 2014 deri në vitin 2019. Hajme është nëna e Ertugrul Beyit, themeluesit të dinastisë osmane. Ajo është një grua e fortë, e mençur dhe mbështetëse, që mban familjen dhe fisin bashkë në kohra të vështira. Roli përfshin momentet më emocionuese të kujdesit, udhëheqjes dhe sakrificës femërore. Ky rol
e bëri aktoren një ikon të madhe në botën e serialeve historike turke dhe e njohu për audienca të gjera ndërkombëtare. Pas përfundimit të serialit, aktoria u shpreh: "Hajme është simboli forcës dhe dashurisë së nënës turke. E luajta me zemër dhe respekt të madh." Ishte sfidë ta portretizoja siç duhej, sepse ajo është një nga shtyllat e historisë dhe kulturës sonë. Aktoria shpjegonte se kishte shumë respekt dhe dashuri mes kolegëve, gjë që të ndihmonte në interpretimin e roleve me ndjenjë të vërtetë. Dhe këtë marrëdhënie të mirë e kishte me aktorët që luanin antarët e familjes së saj në serial, sidomos me Engin Altan, pra Ertugrulin, me të cilin kishte një respekt të ndërsjellë të thellë. Xhirimet ishin të lodhshme dhe shpesh ndodheshin në terrene natyrore me kushte të ndryshme klimatike. Aktoria tregon se durimi dhe përkushtimi ishin pikat kyçe. Tani le të flasim pak për rolin e saj si Lutfie në serialin Tokë e Hidhur. Ajo u bashkua në serial në sezonin e tretë në mars të vitit 2021. Thekeli merr Lutfien nga bursa me qëllim të sjellë paqen në Çukurova. Producentët dhe stafi ndërtuan një shtëpi të veçantë në set, specifikisht për karakterin e saj, në stilin e shtëpive tradicionale dhe zgjodhën një garderobë me ngjyra dhe elegancë, që i përshtatej natyrës sipërfaqësore dhe të pjekur të Lutfies. Atmosfera në serial: ajo shfaqet gjithmonë me humor dhe relaks, aktore respektuar me mbështetje nga kolegët. Sipas mediave, hyrja e saj solli një rëndësi të re në serial, me figurën e tezes që ndonjëherë sjell barazi në marrëdhëniet mes personazheve dhe ndryshoi qetësinë në konak. Aktoria u martua në vitin 1974 me aktorin Tanju Korel, pas disa vitesh lidhjeje që filloi në vitin 1971. Tanju Korel u nda nga jeta në 21 shtator të vitit 2005 për shkak të sëmundjes. Çifti solli në jetë 2 vajza, Zeynep Korel, e lindur më 1 mars të vitit 1975, dhe Berguzar Korel, e lindur më 2 shtator të vitit 1982, që më pas u bë një nga artistet kryesore në Turqi. Bashkëshorti i Berguzarit është aktori i njohur Halit Ergenç, çka e bën aktoren gjyshe dy prindve. Aktoria i kushton më shumë rëndësi familjes se sa famës, duke qëndruar pranë vlerave që trashëguan nga prindrit. Ajo preferon të mbajë llogarinë e saj në Instagram private për të shmangur komentet apo vëmendjen e panevojshme. Në intervista ka përmendur se ndonse nuk është fanatike dietave apo palestrës, ruan ekuilibër në ushqime dhe qetësi mendore. I pëlqen të lexojë, të ndjekë teatr dhe të shohë punët e vajzave të saj. Kjo aktore turke na tregoi se është një shembull i rrallë për brezat e rinj dhe një zë e qetë në botën plot zhurmë të famës. Si u duk në rolin e saj si Lutfie në serialin Tokë e Hidhur? Nëse dëshironi, mund të lini mendimin tuaj në koment.